Ish banori i Big Brother VIP Kosova, Labi, ka qenë në qendër të vëmendjes me deklaratat e tij pas daljes nga ky format. Ai ka akuzuar produksionin, ndërkohë që kësaj here situata është bërë akoma më serioze me këngëtaren Leonora Jakupi. Kjo çështje pritet të shkojë deri në institucionet e Zvicrës. Por çfarë ka ndodhur? Labi e ka marrë personale të gjitha komentet që i ka bërë Leonora si opinioniste dhe tani ka vendosur që të hakmerret. Ai ka gjetur pikën më të dobët të këngëtares, që është puna dhe aktivitetet e saj. Labi ka njoftuar se Leonora Jakupi ban koncerte në Zvicër, u përfiton shuma të mëdha parash, por ajo nuk funksionon sipas ligjeve të këtij shteti, sepse nuk ka një leje pune, nuk deklaron të ardhurat dhe në këtë mënyrë ka shkelur ligjet e këtij shteti. Labi tha se do të merret personalisht me këtë gjë dhe kur të ketë Leonora koncert në Zvicër, ai do të njoftojë organet kompetente që të verifikojnë nëse ajo ka leje pune ose çdo gjë e bën në të zezë. Pas kësaj deklarate, ka reaguar edhe menaxheri i këngëtares duke thënë: "Në mars Leonora do të jetë në Zvicër për një koncert. Burum, le të vi kush të doj dhe ta kontrolloj se ajo është korrekte me ligjet e shtetit dhe ka një leje pune për të ushtruar këtë aktivitet." Ndërkohë, Labi u përgjigj: "Këtë do ta shohim kur të vini këtu." Po ju, si e komentoni veprimin e Labit ndaj Leonorës? A ju duket normale? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.